Pas 4 ditë mungese, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju rikthye komunikimit me gazetarët për të denoncuar procesin zgjedhor të 11 majit. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Berisha u fokusua tek një nga deputetët më të votuar të Partisë Socialiste në 11 maj, Arkend Ballën, i cili sipas kryetarit të Partisë Demokratike është mbështetur nga banda e troplinëve në Durrës. Berisha vuri ndukje se vetë Arkend Balla në deklaratën e tij të pasurisë sqaron se ka punuar për 2 vite në kompaninë Nisatel. Kjo kompani sipas Berishës zotërohet nga Sadriti Danaj. Sadriti është vllau i Nexhmedinit dhe Vexhi Danaj. Nexhmedin Danaj, pas një hetimi 5 vjeçar të antimafjes italiane, është akuzuar për trafik ndërkombëtar droge në bashkëpunim me shtetasin Elvis Doçi apo Visi i Pojës. I punësuari Arkend Balla në këto kompani nuk është pra rastësisht deputeti më i votuar, sepse është deputeti më i investuar i klanit Troplini. Sali Berisha komentoi edhe rinumërimin e votave, duke risjellë në vëmendje se ky është një proces në të cilin PD mbështeti kërkesën e kandidatëve të saj për transparencë. Për Partinë Demokratike vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Akte të shëmtuara të krijuara të gjitha janë të paraprogatitura. Deri tani betejë e Partisë Demokratike për të shpallur të pavlefshme zgjedhjet e 11 majit është rrëzuar nga kast dhe kolegji zgjedhor për 4 qarqe të vendit.